Një grimë se xhenetit është më I mirë se gjithë dunjaja dhe çka ka në ta. Për këtë Allahu subhanahu wa taala ti kompenzon në këtë dunja. Për kompenzimi më I madh që thot Ibn Qayyim rahimullah është qetësia e zemrës, rahatia e zemrës, dashuria ndaj Allahut subhanahu wa taala, që Allahu subhanahu wa taala të jep furnizim, të jep motiv, të jep vullnet. Hajde bleje vullnetin, shko në spital, bleje vullnetin, shko në barnatore, bleje vullnetin, shko marr, hec, kërkon hulumton në dunjo, gjojnë një lumëtëri që shitet në për lokale. Nuk ka mundësi me të dhonë Allahu subhanahu wa taala për qatë haram, për qatë që e len për hirtë Allahu subhanahu, pa më parasit çfarë do vepre të jetë, të je e len me të dhonë Allahu, me të zgjuru gjokë si ti Allahu subhanahu wa taala, me të dhonë vullnet Allahu subhanahu wa taala, a di çka do thotë? Ti ke fitu këtë dunjë.